Pyetja tjetër, më mirë ta dekorojmë qytetin apo t'i dekorojmë zemrat me punë të mira? Pasi që është koha edhe e fundvitit për ndërimin kalendarik të viteve. Po, të kuptoj. Më shumë se kur njerëzimi ka nevojë t'i ndroj, siç thatë edhe ju, zemrat. Të jetë më afër të varfërve, jetimve, nxënësve, studentëve, njerëzve që japin kontribut për ngritjen e diturisë dhe shkencës, njerëzve që japin kontribut për ngritjen e imanit, besimit tek njerëzit. Sepse në një vend që humb besimi, humb gjithçka. Në një vend që ka njerëz pa din, pa iman, pa vatan, vaj halli. Prandaj, ne për shembull kemi gjitha këto emisione që jemi duke i xhiruar dhe lash Zoti do të bëjmë shumë, ndoshta më mira, emisione dhe takime, që do të bëhet një lloj akademie promovuese e vlerave. Dhe gjitha këto takime dhe këto emisione janë motivacion për shumë të rinj dhe të reja që kanë hyrë ta studiojnë shkencën, ta studiojnë fen, ta studiojnë kodin etik të moralit, dhe pra gjitha këto emisione ne nuk kemi asnjë, domethënë, firmë ose kompani gjigande që na qëndron mbrapa. Ne jemi thjesht domethënë iniciativë e një grupi të rinj që jemi ne të ri, një brez i ri, që po mundohemi përmes teknologjisë ta përhapim misionin e së vërtetës. Por mos harroni se janë mira sy që po na shohin. Dhe ata mira sy që na shohin, ndoshta nuk kanë mundësi, por zemrat e tyre flasin dhe thonë dhe shprehen, sikur të ishim edhe ne pranë tyre që t'ju ndihmojmë me fuqinë tonë, siç ishte rasti i Dhulkarnejnit. Dhulkarnejni tha me ndihmonin formtagrës së tatimi që të ndërtoj një penë mes jush dhe atyre, Jexhuj dhe Mexhuxhve, në surën Kehf është një ngjarje. Pra erdhën një grup të rinj dhe shkencëtar, fizikant, profesora, kimista, edhe ndërtuam një lloj pengese, një lloj barriere, sepse ishte një popull zullumçar që po i bonte dome dhe shkatrime popullit fiktiv që ishte ardhur Dhulkarnejni, popullit de facto dhe juar që jetonin aty. Ata kishin ardhur, bëheshin zullume ndoja dhe dofte të ndërtojë një barrier pengesë që mos mundin depërtojnë grabitçarët për shkatrimin e atyre tokave dhe pasurive që gjendeshin aty. Dhe kur i thamë ndihmoni, të gjithë u bën një ekip i tërë, dikush me lopatë, dikush me tru, dikush me laps, dikush me letër, dikush me fjalë, dikush me fuqi fizike, gjithë të cilët dhanë kontribut për ngritjen e të mirës dhe bërjen barrierë të së keqes. Dhe dekorimi, du të dalim të dekorimi. Po flitet tash në kohët e sotme se vetëm një qytet, një komunë e caktuar për shembull, mos të marrim me emër komuna e caktuar, ose një bashki ose një komunë e caktuar në një qytet shqiptar, kudo që është Kosova, Shqipëria ose Maqedonia ose kudo që jetojnë shqiptar, po flitet që ndahen shifra mbi 100.000 euro, mbi 50.000 euro, ndoshta edhe kalon milione investim për zbukurimin e qytetit. Në rregull. Do ta zbukurojnë qytetin për t'tregu se ndrohen vitet, vjen një vit që pason. Por nëse hym në thellësi të atij qyteti, shohim sa studenta kanë magjistru dhe kanë doktoru. Sa bursa ka shpërndo ai qytet për nxënësit ekselencë, për studentë ekselencë. Sa libra i ka botu ajo komunë ose bashki për database-in ose për dhënat, hyrat ekonomike dhe daljet atij vendi. Sa është investu për akademinë, sa është investu për rritjen e aseteve ose studentëve të ditur, të dalluar që ata mund me kon faktor drejtues që atij populli. Për shembull, një mjek. Sa është investu nga komuna që me marrë një djalë të ri, edhe me ja financu bursën, që vjen ndoshta nga familjet me të ardhmëna jo të mira, me ja financu studimet, që ai mos me shku jashtë, po nga bursa me ja kurzu që ai me dhon kontributin në atë qytet, që ai qytet i ka rrit qita dietarë se qita shkencëtar dhe mos me lëshu me punësu
në për institute ose në për departament ose fabrika ose vende të caktuara. Ose sa mjetet piroteknike djegen brenda asaj nate. Sa? Me shumicë. Sa ndotet ajri? Sa shkatërrohet ekonomia? Do të thonë, gjitha këto janë për keqardhje, ta them kështu, janë për keqardhje, pse? Gjitha ajo para që shkatërrohet brenda një nate dhe nuk vjen askush me thonë gjitha këto emisione që shumë të ri tash kanë fillu namazin, shumë të ri kanë regjistru mjekësin, kanë regjistru kimin, fizikën, duke i pa këto emisione që më kanë çuar dhe mesazhe disa, ka thonë hoxh, fal ligjerimeve tuaja, ne kemi arrit të motivohemi dhe të bëhemi shkencëtar të mirë, dhe të i hesim përpara. Askush nuk thot gjitha këto emisione promovuese të vlerës, nuk vjen askush dhe thot keni nevojë për ndonjë mikrofon, keni nevojë për ndonjë ndriçues, keni nevojë për diçka, ose të paktën të shkruani një koment, s'ke kur farë mundësie të shkruash një koment sensibilizues, ose të bëj një shpërndarje, një share në rrjetet sociale. Pra shikoni se sa është punu për mbrapsht. Sa që kur promovohet një diçka e mirë, ju duket tem tabu. Antivlerë ju duket antivlerë. Dhe pra sa jetet investim për mbrapsht, tash të shtrohet një pyetje, tash ndoshta do të lind një pyetje për juve si gazetar. Sa investohet për mbrapsht dhe sa investohet për mbar. Unë falenderoj Avniun, falenderoj edhe për juve si keni marrë iniciativën e juaj dhe gjithë stafit që qëndrojnë brava teknikës, që keni marrë vetë iniciativën e juaj për mbjelljen e vlerave nga këto ligjerime dhe nga këto lexime që ne kemi bërë gjatë studimeve mbi 30 vite shkollim. Ti ndaj me të tjerë.